Benita fillon një debat të nxehtë me Labinotin, e nervozuar dhe e lodhur nga situata që po zgjatej prej disa minutash. Ajo i drejtohet atij me zë të ngritur, duke i kërkuar që t'i kthejë çantën sa më shpejt, pasi sipas saj çanta është e rëndësishme dhe i duhen sendet që ka brenda. Benita ngul këmbë se Labinoti e ka marrë ose e ka fshehur diku, dhe se ai po mundohet të luajë lojra me të, gjë që ajo nuk e pranon. Ajo vazhdon duke i thënë se nuk e kupton pse ai po sillet në atë mënyrë, dhe se nuk ka arsye t'i mbajë asgjë peng. Sipas Benitës, Labinoti duhet të tregojë transparencë dhe të mos krijojë drama të panevojshme, sidomos për diçka që asaj i përket personalisht. Nga ana tjetër, Labinoti përpiqet të mbrohet, duke i thënë disa herë se ai nuk ka fshehur asnjë send të ndonjë banori dhe se nuk ka pasur asnjë moment kontakte me çantën e Benitës. Ai tregon se është i lodhur nga akuzat që po i bëhen, duke shtuar se ajo po e akuzon pa prova dhe se po e ngre zërin kot. Debati vazhdon të nxehet, pasi Benita nuk bindet fare nga shpjegimet e tij. Ajo insiston se diçka nuk shkon dhe se Labinoti po fsheh diçka, ndërsa Labinoti përsërit se nuk ka lidhje me zhdukjen e çantës dhe thotë se nuk pranon të quhet gënjeshtar. Situata tensionohet edhe më shumë, ndërsa të tjerët shikojnë debatet pa ditur si të ndërhyjnë, dhe Benita vazhdon të kërkojë me ngulm çantën e saj duke akuzuar Labinotin për sjellje të padrejta.